ish ministri i drejtësisë dhe njëherash kryetari i Komisionit të Ligjeve të Partisë Socialiste Ulsi Manja ka paralajmëruar gjyqtarët e GKK-s që t'i vënë gishtin kokës të mos bëhen noter të prokurorëve, ndryshe do të ndërhyjmë. Pra ka paralajmëruar ndryshime në sistemin e drejtësisë. Partia Demokratike do të bëhej pjesë të këtyre ndryshimeve? Faleminderit. Partia Demokratike zbëhet pjesë në absolute e asnjë ndërhyrje. Edhe radhën e kaluar e theksova dhe tani. Gjykatësit dhe prokurorët e vendit kanë të drejtë 100% të pretendojnë një piramidë rrogash në frymën e kushtetutës dhe të ligjeve. Kanë të drejtë të refuzojnë një piramidë rrogash e cila është ndërtuar totalisht mbi baza qëllimesh të zeza politike. Gjykatësit dhe prokurorët, me gjithë plus minus dhe tyre që kanë si që kanë të gjithë grupet tjera, nuk kanë patur as vrejtjen më të vogël, edhe në atë kohë kur rrogat e tyre të prokurisë së krimive tana, po marrë atë nuk shkonin më shumë se 1.400-1.600 euro. Sepse piramida e rrogave ishte ajo që duhet të ishte sipas frymës kushtetutës. Kurse Edi Rama, për të ndërhyrë një grup mercenarësh kundër opozicës, u vuri atyre rrogat më të larta në Europë, rrogat që nuk ekzistojnë. Në vendin me rrogat më të ulta të tjera në Europë. I bëre ata mercenarë të superpaguar për të gjuajtur opozitën.